Data 6 korrik, Jozueu, kapitulli 8. Pastaj Zoti I tha Jozueut: Mos ki frikë dhe mos u tmerro. Merr të gjithë luftëtarët e tu dhe nisu dhe sulmo Ajin. Shiko, unë po të jap në dorë mbretin e Ajit, popullin e tij, qytetin e tij dhe vendin e tij. Dhe do të bësh Ajit dhe mbretit të tij ato që u ke bërë Jerikos dhe mbretit të tij. Do të merrni për vete vetëm plaçkën dhe begatinë e tij. Zëri një prit qytetit në pjesën e prapme të tij. Kështu Jozueu dhe të gjithë luftëtarët e tij u ngritën më këmbë për të sulmuar Ajin. Ai zgjodhi 30.000 njerëz, luftëtarë të rima dhe I nisi natën, duke u dhënë këtë urdhër: Ja, ju do të rrini në prit kundër qytetit, duke qëndruar prapa tij. Mos u largoni shumë nga qyteti, por rrini gjithnjë në gatishmëri. Pastaj unë dhe tërë njerëzit që janë me mua do t'i afrohemi qytetit. Dhe kur ata do të dalin kundër nesh si herën e parë, ne do të ikim para tyre. Ata do të dalin për të na ndjekur derisa t'i kemi tërhequr larg qytetit, sepse do të thonë: ikin me vrap para nesh si herën e parë. Dhe ndërsa ne do të ikim me vrap para tyre, ju do të dilni nga prita dhe do të pushtoni qytetin, sepse Zoti Perëndia juaj do ta jap në duart tuaja. Me ta pushtuar qytetin do t'i vini flakën. Do të bëni atë që ka urdhëruar Zoti. Kini mendjen, ky është urdhri që ju jap. Kështu Jozueu I nisi, ata shkuan në vendin e pritës dhe u ndalën midis Bethelit dhe Ajit, në krahun perëndimor të Ajit. Por Jozueu mbeti atë natë në mes të popullit. Jozueu u ngrit herët në mëngjes, kaloi në parad popullin dhe u ngjit bashkë me pleqtë e Izraelit në krye të popullit kundër Ajit. Tërë luftëtarët që ishin me të u ngjitën dhe u afruan, kështu arritën përballë qytetit dhe fushuan në veri të Ajit. Midis tyre dhe Ajit kishte një lugin. Atëherë ai mori rreth 5.000 njerëz dhe I vuri në prit midis Bethelit dhe Ajit në perëndim të qytetit. Pasi populli zuri pozicion, kampi qendror ishte në prit në perëndim të qytetit. Jozueu atë natë përparoi në mes të luginës. Kur mbreti I Ajit pa këtë gjë, njerëzit e qytetit u ngritën herët me ngut në mëngjes dhe dolën për të luftuar kundër Izraelit. Mbreti dhe tërë populli I tij në pozicionin e caktuar përballë Arabahut. Por mbreti nuk e dinte që I kishin zënë prit në pjesën prapa qytetit. Atëherë Jozueu dhe I tërë Izraeli, duke u shtirur sikur ishin mundur para tyre, u ambathën këmbëve në drejtim të shkretëtirës. I tërë populli që ndodhen në qytet u thirr të mlidhej për t'i ndjekur. Kështu e ndoqën Jozueun dhe shkuan larg qytetit. S'mbeti burr në Aj dhe në Bethel pa dal pas Izraelit. E lanë kështu qytetin të hapur dhe ju vun pas Izraelit. Atëherë Zoti I tha Jozueut: Shtrije shtizën që ke në dorë në drejtim të Ajit, sepse unë do ta dorëzoj në dorë. Dhe Jozueu e shtriu shtizën që kishte në dorë në drejtim të qytetit. Me të shtrirë dorën, borrat që ishin në prit u ngritën më të shpejt nga vendi I tyre, hynë në qytet, e zunë dhe nxituan t'i vënë flakën. Kur njerëzit e Ajit pan prapa, ja ata pan tymin e qytetit që ngjiten në qiell, dhe nuk patën asnjë mundësi të iknin as nga një anë, as nga ana tjetër, sepse populli që ikte me vrap në drejtim të shkretëtirës u kthye kundër atyre që e ndiqnin. Kështu kur Jozueu dhe I tërë Izraeli panë që njerëzit e prites e kishin pushtuar qytetin dhe që tymi I tij ngrihej lart, u kthyen prapa dhe mundën njerëzit e Ajit. Edhe të tjerët dolën nga qyteti kundër tyre. Kështu ata të Ajit u gjendën të zënë në kurth në mes të forcave të Izraelit, duke pasur nga njëra anë një palë, nga ana tjetër palën tjetër, dhe I mundën derisa nuk mbeti asnjë I gjallë apo I kanak. Por mbretin e Ajit e zonte gjallë dhe e quan tek Jozueu. Kur Izraeli mbaroi së vrari tërë banorët e Ajit në fushë dhe në shkretëtirë ku ata e kishin ndjekur dhe u therrën të gjithë derisa u shfarosën të tërë, gjithë Izraeli u kthye në drejtim të Ajit dhe I ra me shpatë. Tërë ata që u vranë atë ditë, burra dhe gra, ishin 12.000 veta, të gjithë banorët e Ajit. Jozueu nuk e uli dorën që mbante shtizën derisa I shfarosi të gjithë banorët e Ajit. Izraeli mori për vete vetëm bagtinë dhe plaçkën e atij qyteti, sipas urdhrit që Zoti I kishte dhënë Jozueut. Kështu Jozueu I vuri flakën Ajit dhe e katandisi në një grumbull gërmadhash për gjithnjë, një vend të shkretuar deri ditën e sotme. Pastaj e vari mbretin e Ajit në një dru dhe e la atje deri në mbrëmje. Në perëndim të diellit Jozueu urdhëroi që kufoma e tij të ulej nga druri, të hidhej në hyrje të portës së qytetit dhe mblodhen mbi të një numër të madh gurësh që shihen edhe sot. Atëherë Jozueu ndërtoi një altar për Zotin, Perëndinë e Izraelit, në malin Elbal. Ashtu si Mojsiu, shërbëtori I Zotit, u kishte urdhëruar bijve të Izraelit, siç shkruhet në librin e ligjit të Mojsiut. U ngrit një altar gurësh të palatuar mbi të cilët askush nuk kishte kaluar në një vegël të hekurt.
Pastaj mbi të bën holokauste për Zotin dhe fli me falënderimi. Aty Jozue u shkroi mbi gur një kopje të ligjit që Mojsiu pati shkruar në prani të bijve të Izraelit. I tërë Izraeli, si të huajt, ashtu edhe ata që kishin lindur Izraelit, pleqt, oficerët dhe gjykatësit e tij, rrinin më këmbë në të dy anët e arkës, përballë priftërinëve levit që mbartin arkën e beslidhjes së Zotit, gjysma përballë malit Gerizim dhe gjysma tjetër përballë malit Elbal, ashtu si Mojsiu, shërbëtori i Zotit, kishte urdhëruar më parë për të bekuar popullin e Izraelit. Pas kësaj Jozue u lexoi tërë fjalët e ligjit, bekimet dhe mallkimet ashtu si shkruhet në librin e ligjit. Nga të gjitha ato që kishte urdhëruar Mojsiu, Jozue nuk la pa lexuar asnjë fjalë përpara gjithë asamblesë së Izraelit, duke përfshirë gratë, fëmijët dhe të huajt që banonin në mes të tyre. Psalmi 139. Ti më ke hetuar, o Zot, dhe më njeh. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim, dhe i njeh thellë të gjitha rrugët e mia. Sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, o Zot, e di atë plotësisht. Ti më rrethon nga pas dhe përpara dhe vë dorën tënde mbi mua. Njohja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk mund ta harrij. Ku do të mund të shkoja larg frymës sate, ose ku do të mund të ikja larg pranisë sate? Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje. Në rast se shtri shtatin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap. Po të them me siguri, terri do të më fshehë, madje edhe nata do të bëhet dritë rreth meje. Terri vet nuk mund të të fshehë asgjë. Madje nata shkëlqen si dita. Terri dhe drita janë barabarta për ty. Po, ti ke formuar të përbrendshmet e mia. Ti më ke ender në barkun e nënës time. Unë do të të kremtoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Veprat e tua janë të mrekullueshme dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin një fshet për ty kur u formova në fshehtësi, duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë tu pan masën pa trajt të trupit tim, dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, megjithse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. Oh, sa të çmura janë për mua mendimet e tua, o Perëndi, sa i madh është gjithë numri i tyre. Po të doja t'i numroja, do të ishin më të shumta se rëra. Kur zgjohem, jam ende me ty. Me siguri, ti do vrasësh të pabesin, o Perëndi. Prandaj ju njerëz gjakatar largohuni nga unë. Ata flasin me pabesi kundër teje. Armiqtë e tu përdorin mëkate emrin tënd. A nuk i urrej vallë ata që të urrejnë, o Zot, dhe a nuk i urrej ata që ngrihen kundër teje? Unë ju urrej me një urrejtje të përsosur, ata janë bërë armiqtë e mi. Më heto, o Perëndi, dhe njihe zemrën time, më provo dhe njihi mendimet e mia, dhe shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe, dhe më udhhiq nëpër rrugën e përjetshme. Jeremia, kapitulli 2. Fjala e Zotit mu drejtua akoma për të thënë: Shko dhe bërtit në veshët e Jeruzalemit duke thënë: Kështu thot Zoti, unë të kujtoj ty, kujdesin edhe e mshurtërinisë sate, dashurinë në kohën e fejesës sate, kur më ndiqje në shkretetir në një tokë të pambjellë. Izraeli i ishte shenjtëruar Zotit, prodhimet e para të korrjes së tij. Tërë ata që i hanin bëheshin fajtor dhe fatkeqësia binte mbi ta, thot Zoti. Dëgjoni fjalën e Zotit, o shtëpia e Jakobit, dhe ju të gjitha familjet e shtëpisë së Izraelit. Kështu thot Zoti: Çfarë kanë gjetur të padrejtë tek unetrit tuaj për t'u larguar nga unë, për të shkuar pas kotësisë dhe për t'u bërë ata vetë kotësi? As nuk kanë thënë: Ku është Zoti që na nxori nga vendi i Egjiptit, që na udhëhoqi nëpër shkretetir, nëpër një vend të thatë dhe me gremina, në një vend të zhuritur dhe me hije të vdekjes, nëpër një vend ku asnjëri nuk kishte kaluar dhe ku asnjëri nuk kishte banuar? Unë ju kam çuar në një vend pjellor që të hanit frytet e tij dhe të mirat e tij. Por kur keni hyrë, keni ndotur vendin tim dhe keni bërë trashëgimin tim me një gjë të neveritshme. Priftërinjt nuk kanë thënë: Ku është Zoti? Ata që merren me ligjin nuk më njohën. Barinjt ngritën krye kundër meje. Profetët profetizuan për Balin dhe shkuan pas gjërave që nuk vlejnë asgjë. Prandaj do t'ju padis ende në gjyq, thot Zoti. Unë do t'ju bëj gjyq bijve të bijve tuaj. Shkoni në ishujt e kitimit dhe shikoni. Dërgoni njerëz në Kedar dhe këshirni mirë nëse ka ndodhur një gjë e tillë. A ka ndryshuar në një kom perëndit e tij, edhe pse ato nuk janë perëndi? Por populli im e ka ndërruar lavdinë e tij për diçka që nuk vlen asgjë. Habituni ju aqej me këtë, lebetituni dhe dëshpërohuni shumë, thot Zoti, sepse populli im ka kryer dy të këqija.
më ka braktisur mua, burimin e ujit të gjallë për të hapur sterna të prishura që nuk e mbajnë ujin. Izraeli a është vallë një sklav o një sklav i lindur në shtëpi? Pse pra u bën një pre? Luanët e vegjël vrumbullojnë kundër tij, bën që të dëgjohet zëri i tyre dhe katandisin vendin e tij në një shkatërrim të plot. Qytetet e tij janë djegur dhe askush nuk banon më në to. Madje dhe banorët e Nofit dhe të Tapanhesit të glabërojnë kurorën që ke mbi kokë. Mos vallë ju bëre shkak që të bjerë kjo mbi krye, sepse ke braktisur Zotin Perëndin tënd, ndërsa të udhëhiqte në për rrugë. Dhe tani pse ke marr rrugën që të çon për në Egjipt, që të pish ujërat e Shihonit? Ose pse ke marr rrugën që të çon në Asiri, që të pish ujërat e Lumit? Vetë sjellja jote e keqe dhe shmangjet e tua do të dënojnë. Prano pra dhe shiko sa e keqe dhe e hidhur për ty është të braktisër Zotin Perëndin tënd, dhe mos kesh fare frikë nga unë, thot Zoti, Zoti i ushtrive. Sepse prej shumë kohësh ke thyer zgjedhjen tënde, ke prer lidhjet e tua dhe ke thënë, nuk dua të shërbej më. Por mbi çdo kodër të lartë dhe nën çdo pemë të gjelbër të jesh shtrirë si një prostitut. Megjithatë, kisha mbjellë si një vresh fisnik i tërë i cilësisë më të lartë. Si ke ndryshuar pra ndaj meje, në deg të degeneruara vreshtit të huaj. Edhe si kur të laheshe me sod dhe të përdorja shumë sapun, pallësia jote do të linde një njollë të pashlyeshme para meje, thot Zoti. Zoti, si mund të thuash, nuk jam e ndotur, nuk u kam vajtur pas balve, shiko rrugën që ke përshkruar në lugin, prano ato që ke bërë dhe vesh shpejt që vrapon pa fre në rrugët e saj. Gomaricën e egër që është mësuar në shkretë të tir, që merr frymë në afshin e dëshirës e saj, kush mund ta përmbajë në stinën e dashurisë? Të gjithë ata që e kërkojnë nuk duhet të lodhen, do ta gjejnë në muajin e vet. Pengo që këmba jote të mbetet zbathur dhe që të thahet gryka. Por ti ke thënë, është e kot. Jo, unë i dua të huajt dhe dëshiroj të shkoj pas tyre. Ashtu si mbetet i hutuar vjedh sikur kapet në flagrancë, kështu janë të hutuar ata të shtëpisë së Izraelit, ata vetë, mbreti i tyre, princat e tyre, priftrinjtë e tyre dhe profetet e tyre, të cilët i thon drurit, ti e ati im, dhe gurit, ti na ke dhënë jetën. Po, ata më kanë kthyer kurrizin dhe jo fytyrën, por në kohën e fatkeqësisë së tyre thon, çohu dhe na shpëto. Po ku janë perënditë tua që ti ke sajuar? Le të ngrihen, po që se mund të shpëtojnë në kohën e fatkeqësisë sate, sepse të shumë si qytetet e tua janë perënditë tua o Jud. Pse grindeni me mua? Ju të gjithë keni ngritur krye kundër meje, thot Zoti. Më koti kam goditur bitë tuaj, nuk e pranuan ndreshjen. Shpata juaj i ka përpirë profetët tuaj si një luan shkatrimtar. O brezni, ki parasysh fjalën e Zotit. A kam qenë vallë një shkretë e tir për Izraelin ose një vend me errësirë të dendur? Pse populli im thot, ne endemi lirisht, nuk do të kthehemi më te ti. A mund t'i harroj një vajzë stolit e saj ose një nuse brezin e saj? Megjithatë populli im më ka harruar për një numri shumë të madh ditësh. Sa bukur ditë i përdorësh mënyrat e tua për të siguruar dashurinë. Kështu a ke mësuar mënyrat e tua madje edhe grave të këqija. Madje edhe në cepat e rrobës sate gjendet gjakuj të pafajshmëve të mjerë që nuk u kapën duke bërë vjedhje me thyrje. Për me gjithë këto gjëra, ti thua, jam e pafaj. Me siguri zemërimi i tij është tërhequr nga unë. Ja unë do të hyj në gjyq me ty sepse ke thënë, nuk kam mëkatuar. Pse ende shposh të përpihet duke ndryshuar rrugën tënde? Do të mbetesh e zhgënjur edhe nga Egjipti, ashtu siç u zhgënjeve nga Asiria. Edhe prej këtij do të dalësh me duart mbi kokë, sepse Zoti ka hedhur poshtë ata të cilët ti ke besim dhe ti nuk do të realizosh me anë të tyre qëllimet e tua. Mateo, kapitulli 16. Dhe ju ofruan farisejt dhe saducejt, dhe për ta tunduar, i kërkuan që t'u tregojë një shenjë nga qielli. Por ai ju përgjigj atyre dhe tha: Kur bëhet mbrëmje, thoni, do të jetë mot i mirë, sepse qielli është i kuq. Dhe në mëngjes, sot do të jetë mot i keq, sepse qielli është i kuq dhe i vranët. Hipokrit, ju dini të dalloni dukuritë e qiellit, por nuk dini të dalloni shenjat e kohës? Një brez i mbrapsht dhe kurorshkeles kërkon shenjë, dhe nuk do t'i jepet asnjë shenjë përveç shenjës së profetit Jona. Dhe i la ata dhe shkoi. Dhe kur dishepujt e vet erdhën në bregun tjetër, harruan të marrin bukë. Por Jezusi u tha atyre: Kini kujdes dhe ruhuni nga majaja e farisejve dhe e saducejve. Por ata diskutonin ndërmjet tyre duke thënë se nuk kemi marrë bukë. Por Jezusi i vuri re dhe u tha atyre: O njerëz besim pak, përse diskutoni ndërmjet jush që nuk keni marrë bukë? Nuk e kuptoni ende
as nuk kujtoni të 5 bukët për 5.000 veta dhe sa kosha keni mbledhur? As të 7 bukët për 4.000 burra dhe sa kosha keni mbushur? Si nuk kuptoni që nuk e kisha fjalen për bukën kur ju thash të ruheni nga majaja e farisejve dhe saducejve? Atëherë kuptuan se ai nuk u kishte thënë të ruheshin nga majaja e bukës, por nga doktrina e farisejve dhe saducejve. Por Jezusi, kur erdhi në krahinën e Cezaresë së Filipit, i pyeti dishepujt e vet: "Kush thon njerëzit se jam unë, biri i njeriut?" Dhe ata thanë: "Disa Gjon Pagëzori, të tjerë Elia, dhe të tjerë Jeremia ose një nga profetët." Dhe ai u tha atyre: "Po ju, kush thoni se jam unë?" Dhe Simon Pietri duke u përgjigjur tha: "Ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë." Dhe Jezusi duke u përgjigjur i tha: "I lumtur je ti o Simon, biri Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi as gjaku, por Ati im që është në qiej. Dhe unë po të them gjithashtu se ti je Pietri, dhe mbi këtë shkëmb do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Dhe unë do të jap çelësat e mbretërisë së qiejve. Ç'të kesh lidhur mbi tokë, do të jetë lidhur në qiej, dhe ç'të kesh zgjidhur mbi tokë, do të jetë zgjidhur në qiej." Atëherë ju urdhëroi dishepujt e vet që të mos i thoshin askujt se ai ishte Jezusi, Krishti. Që atëherë Jezusi filloi t'u tregoj dishepujve të vet se i duhej të shkonte në Jeruzalem dhe të vuante shumë nga pleqt dhe nga kryepriftërinë dhe nga skribët dhe se do të vritej dhe do të ringjallej të tretën ditë. Atëherë Pietri e mori me njan dhe nisi ta qortoi duke thënë: "Tudhim zvetja o Zot, kjo do të mos të ndodh kurrë." Por ai u kthye dhe i tha Pietrit: "Largo prej meje o Satan, ti je skandal për mua sepse s'ke ndërmend punë të Perëndisë, por punë të njerëzve." Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet: "Në qoftë se dikush do të vi pas meje, të mohoj vetveten dhe të marrë kryqin e vet e të më ndjek. Sepse ai që do ta dojë të shpëtoj jetën e vet, do ta humbas, por ai që do ta humbas jetën e vet për hirin tim, do ta gjej atë. Sepse ç'përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën, por humb shpirtin e vet? Ose çfarë do të jap njeriu si shkëmbim të shpirtit të vet? Sepse biri i njeriut do të vijë në lavdinë e Atit të vet bashkë me ëngjëjt e tij, dhe atëherë do të shpërblej secilin sipas veprës së tij. Në të vërtetë, ju them, janë disa nga ata që qëndrojnë këtu që nuk do të shijojnë vdekjen derisa të shikojnë birin e njeriut të vijë në mbretërinë e vet."